e asaj që do duhet ishte në fakt ai normaliteti që ju tha që nuk e kemi në çdo vend të botës. Mjafton që prokuroria të çojë në përgojë emrin e një ministrit, një oficiali që do qoftë ai dhe menjëherë ai jep dorëçe dhe vendos në dispozicion drejtësisë. Nëse nuk e bën, është nderi i kryeministit për ta shkarkuar. Këta janë një bandë, një lukuni e cila janë vënë që të gjithë në mbrojtje të Belinda Ballukut me idiocia tipe siç e thatë dhe ju dje, protesta ishte e dhunshme me në ardh keq për policët e kujtën se çfarë jo, nuk është ashtu. Dhuna që po zhvillohet ka një bandë e organizuar që të gjithë nga i pari tek fundi. Përfshihet deputetët. Këta fshatarët kooperativistët e ri që kanë vendosur që kanë sjellë për herë parë në kuvend dhe që dje mbushtin në studio dhe tregonin, domethënë flisin me pathos për se si duhet jetë një protestë opozite, si duhet jetë opozita qytetare, flisin këta kooperativistët. Janë që të gjithë bashkëfajtorë, janë që të gjithë bashkëpunëtorë të tij e dinë se çfarë po bëjnë, e dinë që po vjedhin, kanë ndërmend të vjedhin deri në sekondën e fundit. Këta nëse nuk i shkuli me rrënjë nga zyrat, me rrënjë nga i pari tek i fundit, për këtyre nuk shpëtoj. Duhet ripërsëritur 91, po duhet bërë në mënyrë më radikale. Në çfarë skenari se do të shkojmë te kjo, që sapo thatë në fakt, për të prekur dhe 20 shkurtin që ka dhe një simbolik në vetvete, por jo para saj, në çfarë skenari po shkon Rama sipas jush? E dëgjova deri tani, nuk dua të përsërisja atë çfarë thatë. Po shkon tek fundi ke fundi i pashmangshëm. Unë mendoj, e kam thënë pak dhe më parë dhe besoj që aty po shkon. Nuk dua të them që po dal si Kasandër, po në fakt aty më çon gjëja. Në qoftë se Enver Hoxhën e kemi me huntën e Enver Hoxhës kemi prishur prej bronzi, kemi prishur asfaltin e Tiranës derisa e çuam qytet studenti, shtatoren e tij tek studentët, me atë kam përshtypjen që do t'i bëjmë pisë se do të rriqet për zgjallit zvarr nëpër Tiranë. Dhe nis ky përshkallëzim, jo domosdoshmërisht në këtë formë, nuk e di, do ta tregoj koha sigurisht, që në 20 shkurt pikërisht në këtë datë që ju përmendni, në ditën që përkujtohet rrëzimi i bustit të diktatorit, i shtatores diktatorit. Po kam përshtypjen që ju, gjithë fjalët që unë them, kam përshtypjen që ju i konceptoni gabim. Në qoftë se, domethënë prisim a do të ndodh, mendoni që a ka diçka të përgatitur. Nuk ishte asgjë të përgatitur me 20 shkurt në 10. Jo, po qoftë edhe ky naturalitet. Jo, dakor. Qoftë edhe mes këtij naturaliteti. Në 20 shkurtën në 91-shit, në 20 shkurtën në 91-shit, historia nganjëherë bëhet, domethënë, thjesht bëhet rastësisht. Ti je atje dhe e kupton më vonë që paske qenë një moment që nuk përsëritet. Gjërat ndodhin sepse duhet të ndodhin. Unë mendoj që ky po shkon drejt asaj. Në momentin kur, në fakt kjo është natyra njerëzore dhe organizimi i shoqërive njerëzore, në momentin kur gjykatat nuk të bëjnë më punë për gjetur të drejtën, në momentin kur prokuroria nuk ka më fuqi të fusin në burg keqbërës, në momentin kur edhe policia që duhet të mbrojë nga keqbërës vjen dhe të godet ty, që në ky moment unë mendoj që vendin e marrin barrikadat. Në këtë mënyrë ka ecur njerëzimi, në këtë mënyrë nuk përsëriten më diktaturat dhe regjimet në Evropë, sepse kanë nxjerrë barrikadat dhe kanë bërë një ato që duhet bërë. Një kanë bërë shembuj diktatorët edhe ata që kanë tentuar t'u vjedhin lirinë dhe pastaj kanë vazhduar të jetojnë gjithmonë në vigjilje. Gjithmonë në vigjilje të asaj, duke qenë shoqëria roje e lirive të fituara me aq mund duke vigjiluar. Sigurisht një situatë si kjo e sotmja për shumë arsye ka ngjashmëritë e saj për sa i përket tipareve të shtetit autoritar, patjetër, po edhe ju vetë, pra kur them ju vetë nga Partia Demokratike e thoni vazhdimisht që kjo lloj diktature është dhe më e rrezikshme. Dhe si rrjedhoj, dhe në këtë kuadër e kisha unë edhe pyetjen që ju ngacmova pak çaste më parë, naturaliteti praktikisht është i pamundur, pra organizimi do duhet jetë aty. Dhe në këtë kuadër vjen edhe pyetja ime që çfarë ndodh në 20 shkurt, në kuptimin ka një përshkallëzim më tejshëm, e ka treguar dhe protesta e mbrëmshme që duhet një përshkallëzim më tejshëm i protestës, patjetër me organizim, e them. Po unë mendoj që dje ju keni qenë gjithë kohës live. Domethënë të më pyesni mua për një protestë që ne kemi parë njëkohësisht bashkë, si ju si unë në shesh, është e panevojshme. Po gjithsesi ne mund t'i kujtojmë njëri tjetrit faktin që dje, megjithëse një pjesë e drejtuesve të opozitës u drejtuan drejt parlamentit, njerëzit nuk lëviznin nga sheshi përballë kryeministit. Vazhdonin qëndronin atje, megjithëse ata jepnin gaz, megjithëse ata jepnin ujë me piper dhe të gjitha gjuan me plumba prej gome. Nuk lëviznin njerëzit që atje, ishin goxha njerëz, goxha burra, goxha gra, goxha zonja dhe zotri.
Kështu që unë mendoj që po. Populli po zgjohet, unë besoj që 20 shkurti është me të vërtetë një ditë shumë e mirë për të përsëritur 20 shkurtin në tenisht. E qartë, faleminderit Zyrës Razimiri, kënaqësi të kisha në program. Faleminderit ju. Mirë, shkojmë shumë shkurt në publicitet, deri kthehemi pas pak do të jem me Bledian Kokën për të ndalur tek këto zhvillime par në një tjetër aspekt, vetëm pas pak. Ta gëzoni shtëpinë e re. Faleminderit, po në fakt ishin shtrenjtë apartamentet, me thënë drejtën, edhe morëm një korridor